Atë ministrit në detyrë për komunitete dhe kthim në adresë të listës serbe për shantazhim dhe presion mbi serbët kosovar rezultuan edhe në arrestimin e 5 personave në Graçanic. Rashić ka denoncuar listën serbe dhe strukturat e lidhura me Beogradin se kanë kërcënuar serbët lokal me pushime nga puna. Me që rast janë raportuar edhe se 20 persona kanë humbur tashmë vendet e tyre të punës në sistemin paralel, për shkak të lidhjeve apo simpatisë politike me Rashićin, duke i shtyrë disa prej tyre të ngrenë edhe pa dije gjyqësore. Kemi pas një shantazh me një mas ekstreme të cilit e kemi pa dhe në të kaluarën, por gjithashtu tash këto ditë ose këto javë kemi pas në një nivel edhe ma të lartë. I përdora dhe edhe njerë po i tregoj, këtë është vendimi i ndërprerjes së kontratës që ka ndodhur para 4 javë dhe kjo ka qenë sikur hyrja në angazhime tjera të cilit kanë përdorur përmes listës serbe sa i përket eliminimin e njerëzve nga puna. Në takimin me gazetar, ministri në detyrë për komunitetet dhe kthim deklaroi se në kuadër të friksimit të qytetarëve, pikërisht në kohën kur mbaj konferenca, djali i tij ishte duke u marrë në pyetje nga disa persona që prezantohen si pjesë e agjencisë serbe të sigurisë dhe informacionit. Përmenda dhe rastet të cilit kanë qenë në mënyrë të organizuar ndalesa në kufi dhe i kemi pas dhe më herët njerëz të cilët kanë qenë të ftuar që ta shkojnë qoftë në Merdar, qoftë në vende tjera afër kufirave ku njerëz të cilët përfaqësojnë veten sikur që janë antarë të BE-s e marrin pyetje për disa orë dhe më shumë dhe kur e përmenda një gjë e tillë tregova dhe rastin ku dhe në këtë moment dhe arsye pse e kam marrë telefonin me veti është sepse djali im që është student në këtë moment është ndalur do 2 orë nga ana të njëjtët persona të cilët prezantojnë veten sikur që janë nga ajo struktura ku e marrin pyetje sa i përket zgjedhjeve. Nenad Rashić, që është prijës i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, i komentoi edhe rezultatet e zgjedhjeve të 7 qershorit, duke nënvizuar se beson që do të jetë pjesë e legjislaturës së kuvendit me një ulse.